Lumi i Drojës që kalon nëpër territorin e Krujës është një lum që shkakton probleme në dy rrethe kur zbret në fushë, si në Krujë, ashtu edhe në zonën e Fushë Mamurrësit. Përfaqësues së rreth 100 familjeve kanë dalë në protestë pas problemeve të shkaktuara nga rreshtet e këtyre ditëve, sidomos për rrugën e rënuar nga rënjët e shiut, por dhe nga ujërat e zeza të zonës Krujës që derdhen në këtë lum. Tash jemi grup fshatar këtu, i komunitet prit 200-300 personash, 5-60 fëmijë të vegjël që kalin për shkollë çdo ditë. Pra vodimesh, zoti Ultimania me këtë zonjën Majlinda Cara na premton shumë gjëra, kështu që për menimin tim s'ban asgjë. Fëmijët nuk kanë asnjë faj, faja është i joni, që i dham votën, ne ja ku kemi përfundu, që ta di zoti Ultimania është dibrani jon, edhe na jena nga zona e Veriut e përshnesim, por ama dvej dorën në përnej qik, balljen do vjedh atje, u pallun atje, me djersën e poplit. Shumë e vështira për ne. Boll e kanë qaj djalë para, që ata çunat e ri, e kanë shtru me forcat e veta, e kanë kadit me forcat e veta, pri bashkisë hala i gjallë se kina. Fëmijë që shkojnë në shkollë, janë të detyruar që marrin problem qizme të gjithëve, se nuk kalohet. Sera të punu vetë, se për e gamorve, të jetu, atë shkët e puna, atë zëjt punët, atë zëjt fëmijë në shkollë, se kanë fëmijë të vezët, ku të mytna? Se bëtë mytë jena, zdi që me të folë më ma gjatë. Me fjallë ne nga plasin uja dhe zeza më në familje. Jera më shu edhe me fjallë kryetarit fshatit, e ka nërë përkrem e zëtni, nuk përkrem bukë, përkrem shtot tja rrugë, tjena kalem në shkollë, tjena i mortë, tjena i dashësëm, ne s'dim rrushkrim. Kemi bë kërkesa me qindra mira herë nuk e në gjokur zanin e fëmijëve tonë, pikë. Në këtë dërrej që kina ra. Kjo është problem madhor për ne. Banorët kërkojnë të ndërhyet sa më shpejt ndaj problemeve që shkakton Droja, duke ndikuar negativisht në cilësinë e përditshme të jetës tyre.